Ish-banorja Big Brother VIP Kosova Xheneta Fetau gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Kosovë ka ndarë shpesh histori emocionale për jetën e saj dhe ka treguar respekt të veçantë për Njerkën, Sabrien, e cila ka pasur një rol të rëndësishëm në jetën e saj. Për të shprehur falënderimin dhe admirimin e thellë për të, Xheneta ka vendosur të bëjë një tatuazh të veçantë, emri Sabrie. Ky gest simbolik tregon lidhjen e fortë emocionale dhe mirënjohjen e përjetshme që Xheneta ndjen për gruan që ka qenë një figurë mbështetëse në jetën e saj. Me anë të këtij veprimi, Xheneta ka dhënë edhe një mesazh të fuqishëm për publikun. Familja nuk është gjithmonë vetëm ajo që na lidh gjaku, por mbi të gjitha, ajo që na qëndron pranë dhe me dashuri, për kraje dhe sakrificë, u shpreh ajo. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.